Ne zhvilluam një mbledhje të rregullt të kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës. Diskutuam për hapat e më të tjeshëm për shpejtimin e procesit të implementimit të procesit zgjedhor, pra ndërtimit të institucioneve të reja të Republikës së Kosovës, institucione këto të dalën nga zgjedhjet e 8 qershor dhe duke respektuar gjithmonë edhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Ne mbrëm kemi pasur një takim të shkëlqyer mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kanë vazhduar takimet e grupeve punuese për çështje të implementimit të marrëveshjes, gjithashtu edhe të grupeve punuese sa përket harmonizimit të programit qeverisës të ardhshëm 4 vjeçare mes Lidhjes Demokratike dhe Partisë Demokratike e të komuniteteve që do të bashkangjiten. Mund të them se gjithçka është duke shkuar sipas planit në agjendën e parapar, natyrisht se tash është duke punuar për harmonizimin e programeve, por është një lehtësi e madhe sepse që të dy partitë, edhe Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, janë partitë të një orientimi që prezantojnë vlerat, por interesat të qendrës së djathtë në Republikën e Kosovës. Është një koalicion i shumicës së qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe flas me optimizëm dhe bindje të plotë se gjithçka do shkojë sipas asaj që jemi marrë. Faleminderit shumë.